Pika e parë është për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin shtator 2025. Përshëndetje të nderuar shqiptar. Dëshiroj materialin e minutës. Për muajin shtator janë ndërtuar në sistemi energjetik për të fituar ndihmë ekonomike 42 familje me një fond total në ushtim për 465 lekë. Pra kemi një rritje të lekë nga muaji kaluar për 3 familjesh, të cilat janë një në mesin pushor, një në mesin sul dhe një në mesin ishaj. Kemi pyetje? Kalojmë për votim? Ne kalojmë në pikën 2 për miratimin e disa ndryshimeve në VKK numër 88 27/12/2024 për miratimin e programit buxhetor për vitin 2025. E kalojmë te pika 3 ato sa vini nga përfaqësuesit e bashkisë. Ja, do vi. Jemi dakord se kalojmë në pikën 3. Informacion për kalendarin e konsultimeve publike për PBA 2026-2025 dhe paketës fiskale 2026. Edison? Ashtu si që në BNI, ka filluar procesi i konsultimeve publike i Bashkisë Gramsh për buxhetin e vitit 2026 dhe për PBA 2026-2028. Ky kalendar është miratuar edhe nga kryetari i Këshillit bashkë me sekretare dhe është bërë publik dhe deqesat janë në proces të sigurisht. Nëse kam një gjë, ne kemi bërë një ndarje e themi territoriale dhe brenda fateve kohore për të kapur mjetën e radhës së Këshillit për të diskutuar ato çfarë kanë kërkuar shqiptarët në problemet dhe konsultimet publike. Ne themi që brenda fateve dhe procesi do të mbarojë dhe do kemi një curim të rregull. Nuk e di nëse kam një deklaratë ose një gjë në shkrimin e tempo. Ndjenimi tim është miratuar nga Këshilli kjo dhe kërkimtarja. Se kemi parë, para është një do të ishte për marrë. Kush është bërë? Është në vijim. Edhe është publikuar. Pastaj është konform ligjit për ligjet. Edhe sekretari është në votën shumë mirë. Fondi. Ne dikemi për qytetë shkëngaj për pjesë publike. Ska në qatë në disa njësi administrative shkërë. Nësa ti. Po, shkërë. Po, dhe të sotë. Nuk e tja, a kanë marrë një film. Sepse, njësë marrë ka qenë. Asë të e pjesë që ishte në. Në këtë të gjesa, marrë në së dhe barë. Në njësë për barë. E da u. Janë parë të satë të tjetë. Po, janë parë të tjetë. Edhe në pjesë, do në një tjetë. Muja për shumë për pasën për të dovjake, e kam parë një oftimin edhe në rjetët speciale, në të në kështetra e njësisë administrative, edhe po të shikojnë në foto, të edhura nga arkitektit, kishtë në të njërës. A njërës në të njërës të sërë. Kam parë për që të dërgojnë e tip në gjatë të kurimit e konsultës politike. Kësë madhe është për e të gjithë në liqë. është bërë të lagja qëllëri që në s'ka pasë në firmë. Njoftimi së ndërryu, njoftimi është bërë në dermë njoftime me shkresë. Për bonorët.
Jo, problemi nuk qëndron për mua tek njoftimet se sa te përgjegjësiria jonë e këshilltarëve për qendranishëm. Që realisht në qytete apo edhe në njësitë administrative, unë mendoj që ne duhet jemi të pranishëm të paktën sipas lagjeve që ne përfaqësojmë. Kjo do jetë shumë e rëndësishme. Vazhdojmë, mund e ke të tjetër apo vazhdoj? Jo, unë programin e majsoni Gjurjeve, majsoni Nëse u përgjigje le të tasë të këshilltarët të paktën interesit Por te biznesit s'ka vajtë. Do që pas ka shku. Ne I bëjmë 2 ditë para, domethënë njoftimet, kështu që ju do ta keni besojnë datën 3, mos gaboj. Po patjetër dhe njoftimi do të vijë. Do ju vi njoftimi dhe ne jemi të interesuar që njoftimi të shkojë të gjithëve, domethënë në mondi. Interesi është I përpashëm, patjetër. Patjetër dhe ne kemi nevojë të marrim sugjerimet. Njoftimet I bëjmë 2 ditë para për shkak që kohë e largët mos jetë për harrez, po të jetë e freskët. Shiko, ne me një sitë... Po, me një sitë administrative, ne merremi me kontaktet e kryetarëve të fshatrave për çdo fshat, kurse bizneset merren në personat që janë punojës të administratës të taksave. Domethënë dhe njoftimi bëhet në ndihmë, kështu që ne Gramshi, vogël është me të veshur, përse ne kemi diçka për të fshehur. Kalojmë te pika ky lutem. Për miratimin e disa ndryshimeve në PTKB nr. 88, 27/12/2024, për miratimin e programit buxhetor për vitin 2025. Në ditën e time është mbledhur Komisioni I Ekonomisë, Raldo Serisa Kushdora për fond. Komisioni I Ekonomisë zgjodhe pjesa që na u servisë në 2 pjesë. Pjesa e parë ishte fondi I pagave I planifikuar dhe fondi I sigurimeve. Pagat që në planifikuar fakt më shumë dhe sigurimet më të përgjërin zërë, dushim zërë që nuk ishin asnjë, nuk isha si indisi asë në pagat në nërë, që asë të thjesht, diçka ekonomike, që ne e kaluam pro. Kurse për pjesën e dytë, ishte zërë që të kalonin dhe kërkonde në fondi rezervë, kërkonash nga Ciafiksja, një fond shtesë, sepse kishte rezervuar fondet e planifikuar. Dhe, në fakt, të arsyeshme, ne kemi kërkuar si Komision të Ekonomisë, në kryetari kadër, kërkuar kush e menaxhon natën e bashkisë, sepse gjithmonë këto kemi ngritur si problem si shqetësim në pjesën e menaxhimit të karburantit. E shikojmë si shpenzim të fryqë gjithmonë, mbase është shumë e nevojshme, nuk e dim po. Edhe kërkuar, me që kemi edhe në kryetarin, dhe vim disa pyetje lidhje me këtë gjë. Kështu vendosim si komision. Për të ndërhyrë këtu, vjetë komisioni, për katës, në këtë rast Komisioni Ekonomisë dhe Financës, dhe me raport. Raport është material, është e prekshëm. I vjen diskusion gjithë antarët e Këshillit njëfë. Se ka çuar një raport aty, por ai e mbron. Raporti do të jetë në diskusion të 21 këshilltar. Pastaj shqyrtohet themeli dhe drejtohesh të zhurmë. Për parë se të kalojmë në këtë të në kryetari, eri mund të vazhdojmë për në të Pjesa parë në ndryshimet në buxhet propozuar janë ndryshime të brendshme në programe që nuk ka shtesë fondi apo drejtë financiare. Kjo ka ndodhur sepse kur shndatuar buxheti nga vjetor të 2024, nuk ishin ndatuar struktura, ishin ndatuar numri maksimal të kapitalit, por nuk ishin ndatuar struktura. Struktura nuk nga dhëna më shkurt në shkurt të
kërkesës. Presidenti ka qenë disa edukatës në ndryshime të brendshme, shkesa parë, ato shkesa të punës të politikës. Bilanço programi janë në rrugë nivellit të pagave dhe është në nivelin e sigurisë shoqërore. Nuk ka një ndryshim në nivelin e sigurisë shoqërore. Në sa pjesa e propozuar të tekë në fond në rezervë, nisu nga situata emergjente që kanë ndodhur në Sëndegas, që janë shumë mirë, është dekatuar konsumi i karburantit, i pjesës në bimë pandemie dhe i materialeve ndërhimi. Këto materiale tani i kemi dhe shumë pak qendje, po me temë që desa me ato buxhetin pasardhës, që do të shkojë me punin deri në shkurt që minimumi i shkurt, kemi propozuar që të bëjë një shtesë fondi këtë vit, me qëllim që të materiale mos jenë mungesë në punimin e pasardhës. Njëkohësisht në buxhet kishim miratuar absolutisht një pak shpërbim për nga dëshmërinë e servisit. Këtë vit dëshmëria ka qenë vërtet maksimale, dhe ata nuk është në kushtet e fondit. Kemi propozuar të dëshmërinë e servisit sipas dispozitivit që ka qenë. Kemi propozuar të kemi një shpresë në 3 milion për shtesë fondit. Në sa për karburant, materiale të tillë, në pjesën e ndihmës, në qëllim që të kemi gjë në kriminë të pasardhës, kemi propozuar një fond për 1,2 milion. Disa i 4 milion të projektet fondit rezervë, që aktualisht është 84 milion qenë. Keni pyetje? Po, Dani. Ja, në fakt shtesë ato të propozimin dhe varg për në investicion të materialeve na Komisionin e Kasë Ekonomisë. Da unë nuk si që posëgjasë ata specialistë të rejti. Sa përket problemit të akademikës. U kësheri që ka të Sharak të fugeshin në informë dhe i betim. Do të ka në mision. Për këtojnë për bërë dhe në interesën të drejtë, dojnë të të që ka të. Në bajda ta ka edhe një status të veçarë, që ka të zja fiksit. Që shumë të kushe të fiksuar privilegj për ta. Dhe nuk është ty. Dhe që të primë se të i ka tonë, se ka të bëjnë e jetë, për sa këtë gjërë së të shkarë dhe ty. Ka do pa bërë dhe një. Me përkatitë vetëm për një moment. Situata të shqipë. Nuk të kushtoj dhe, që që është rasti i situatës ndodhi në Skënderbekas. Në këtë luft, ajo është një luft. Dalin dhe rojë, ka që në rojë me ujëforë. Në meritorë shkupit, meritorë dhe ty. Unë besë përveç kësa që jam të akord me shkupimin të akord dhe shkapër në vitit për punën, por jo për pak, si të soba, të drejtyra që kanë ata dhe për statusin e veçanë. Por në këtë diskutim, kam një pyetje edhe për institucionet për kasë me këta që merren me natëshimin e situatave të tilla, shpërblimet, propozime zina, unë duhet të kësoj. Se heroj nuk kanë të të që ka uniform. Në çdo situatë ka dhe heroj pa uniform. Pisë është në rastin të situatë tillë, që pak e shumë tillë që u ndeshën, ndosë të ishën për të tyre, u pak u ishën të u ndeshën e splakve për të shkutuar, jetë njëzës për shkutuar për lotë. Unë duhet të kësoj në këtë situatë të tillë që ka dojë, rreth jonë, bashkia jonë, jetë jonë, a u identituar këta, qonë qatë dronë qëtetajnë, të rikë marë, nuk mund t'i ashtu etiketoj ju, për në shpërblim me këtë pësamë, jo vetëm morale, por materiale, përsa është një zitje, që kur jetë puna, kur jetë pjesë, për pronën, për t'i qka, nga dishmija të tjetë me lartë. Edhe jo vetëm për ata, por këtë vendje kam edhe për mes, si të zjedhë, që të pajsojnë. Asi njoftim, asi mas, asi plan, asi sen, të rritë në shtetë. Kofte dhe morale, kofte pramja jo, të përnë të shkara, qatë e mundur. Jetën të la situatë, nuk ka nevoj vetëm për marfush ose me shkopim për tipër, por kishë nevoj për një mështetje që mund nga jetë shumë, jetë dhe shumë njësë, nuk ka të përvoj të tipër. Parënderit, të ishë. Ka një rëpite për? Kam të pyetje për numërtarë, në lidhje me menaxhimin e karburantit. Të jenë? Jo, në lidhje me Të përgjigje një steri, Gjithë në mëtari për karburant. ta përgjigje dhe të
tha, vetëm situata e zjarrit në Skënderbekas, sa qindra makina ka shkuar atje për një javë. Ska që Dana ta mbaroj një stadi. Qojnë drejtori. Fondi që aprovuar për shpenzimet për karburant ka qenë 20 milion e 500.000. Fondi, 20 milion. Si fillim. Duke qenë se procedura e përpunimit publike në zbatim të ligjit 162, për procedura mbi 20 milion, duhet të bëhet dhe me gjuhë të huaj antisht. Ne për shpejtësi, duke qenë se nuk ishim persona certifikuar të organizuar për kryer antishtën. Do bëjmë procedurë përpunimi për ekspert jashtëm, pastaj do bëjmë procedurë karburante. Duke qenë se ne ishim në shpejtësi, e unë në fondin e prokuruar, nga nisimi e shpejtësinë e prokuruar 19 milionë 190.000, ose 19 milionë 200.000, 1 milionë 800.000 në pak, dhe kontrata është në shkruar 7 milionë 164.000. Me të vëshë. Duke qenë se ne ishim në situatë në marrë dhe menduam se këto 19 milionë apo 7 milionë që të kontrata ishin mjaft kushtet, pjesën tjetër të 20 milionë 800.000 që ishte planifikruar për karburantin, i kemi përdorur për të shpenzime të tjera operative. Pjesa më marrë për to është përdorur për oponențe tehnice și oponențe tehnice. Nu na desenul poliției sunt și planificări tehnice. Поважно об'єкт пробоїв чекав як послужба, досить добре праця техніка. Через інструкціонну штату приміру. І буде те, чи ні, там школа ветер паркувати інсоль поконець техніки. Ну, не через зарвар фонді, чи потрібно карбати. Там він не бояна ситуація, мені не чому. Тому що вона не вік динаміок. Ну, не, я ж вам напишу. Посвоєння не вік, що де там вік кадр. На не сім п'ятичні вопроси. Dhe e komisionit PAM, do unë jam i qarë. Po i pirë në Që nuk jam i qarë, dhe i bëja dy pyetje në kontakte. Pjesa, si menaxhohet karburanti bashkisë, këtë pjesë, e dalin në sektore, la planifikimin, në planifikim në bazë kërkesave që bëjnë realizojë baza që kanë. Çdo sektor patjetër, çdo sektor ka kërkesat e veta. Dhe ku buxhetor, dhe ku Jeri do ta një shpjegim shumë qartë për situatën, po të them diçka shpesë. se mund të ketë çdo mjet kartën e vetë. Çdo mjet ka patjetër, çdo mjet ka kartën e vet. Çdo tar ka kartën e vet. Edhe pa deri për një komision të qartë, kurse do të shtojë diçka ato që ta jeri. Dhe funizimi parë që me qënë, se planifikimi është me fitra. Pas fitrave, si pas kërkesave, vjen dhe shumë e fondi klimik nga njëse në kërkesave. Edhe funizimi parë që me qënë, për shkak të nevojave dhe më të funizimi i matë fillimisht, ishte dhe situata e luftës në Iran në Izraelin dhe karburanti ishte në shkrim më të lartë se ishte planifikuar me ne. Kështu që ne në funizimit e parë kemi humbur një sasi konsiderueshme se lidhet kontrata por çmimin ndryshon kurs. Nuk kemi ne që përcaktojmë. Ne thjesht von fondin limit që kaq lekë dhe nisemi që me kaq para do marrim kaq litra. Por bursa nuk e menaxhojmë ne, ndryshon dhe të pimu parë gjysmë në asaj që ke planifikuar për shkak të vitës bursës. Një arsye të tjerë e drejtori financës për situatën që ne kemi pritur për cilën dhe vazhdojmë të çojmë akoma dhe ushqime me mjetët tona si për bazë materiale të bashkive apo përqita dhe konsumi nuk ishte parashikuar që në ndodhë të kjo dhe kjo është arsyeja që jam plotësisht dakord. Ideja ime është që në menaxhim që bën bashkia ka humbje sepse jam një rast që pas ka shumë herë tani punoj si të rruga ullës, vete karburantin në Roland. Derisa të vjen në kumpër, para rasit që ka kumpër në vitë. Fajti ora 12, të rrinë 2 orë vitë poshtë, tani alla marrin 400 litra për marrë minimumin në ditë. Për 2 orë i konsumojnë 400 litra këto mjetët, sepse në fshat është lezur mjetër, këta po them që ju keni sistem kontrolli që oja dhat 400 litra në ditë rruga urës, ma e kontrolloni ju, se ato nuk merë me bidona vitë poshtë, se ka fitu dhe biznes shetë. A është në vogël këtë ti, po pse si mje, pse ti kena do, pse ti kena do litra kot. Pastaj plus këtaj, ato karta që përdorni ju, është mirë vetëm të avallë unë, merë telefon, ti fut dhe radi, ato karta më si përdorni privat, ato naftë. Përdorni vetëm ju për punë dhe bashkisë dhe për punë personale. Se e kam diskutuar me në kryetarin tjetër, dhe makina dhe bashkisë rinë 3 ditë në Tiranë.
kësaj salla. Tash mos të dali nga renditës. Mund duket i vogël. Mos dali nga renditës. Po, ne jemi këtu, nuk kemë me shumë e këmë nga rëpullar. Mos dali nga renditës. Që për e parë, shumë të aksim të parë. Vazhdojnë nga renditës. Mos dali nga renditës. Të shutë mos dalim nga renditës, se kemi pyetje tjetër se vazhdojmë me qytetarë. Nëse nuk kemi pyetje tjetër, të vazhdojmë me qytetarët. Okej, faleminderit. Ka njëri pyetje? Jo, s'ka. Marrë përgjigje në momentin që anë shtonë realistë prova. Po, Bardi. Dyme që dhe tjeti, edhe unë e di. Përshëntarit si duke që ta që drejtojnë një pyetje, nuk mund dalë jashtë të ditit pyetës. Për një njës të karburanti, dhe në mund të pyetje politike, nuk është në statë, nuk ka koncept parë. Ta një ideja që ndronë ati ku që ndronë du, qofse ka interes për ditur se si funksionojnë organizmat e bashkisë, kërko kontrolën nga shtetit, do të thënë për raportin. Ke kontrolën e ekstremë, që ke struktura që janë, që paguar. Dhe mund të relatojnë për të Po kam kërkuar unë, po kjo është objektiv vetëm. Po nuk është objektiv vetëm në ndërkohë bashkisë, kjo praktikisht për të tetën, sepse e ulë fare në nivelin bisedës, sepse do të rrim dignitetit të shtetit. Tani për të kaluar fytyrë objekt shqiptimi në toshtë. Nuk e bajmë që si po, Unë kam një pyetje për drejtorin ekonomik. Ligji i financave dhe civilizimit vendore, 68/2017. A jena fat me atë për ndryshim buxhet, sepse e limit dhe kohë. Ndryshim buxhet është deri 5 vendore. Je okay, korrekt. Do të burim realizohen nëse janë në listë prokurit në regjistër për 5 vendore. Ne para kishim një regjistër këto. Kjo më intereson, që jena fat, a fati është tamam dhe mas 10 ditë që të spartë dhe jo je okay. Sa të ato. Tjetër kishe i mera lidhe me realizimin e investimeve për vitin që jemi në ke një vend. Mondi po, se kërkove fjallë. Atë në të të materiale, shpjegime të 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 mikroekonomikë, por duke marrë shkas nga ajo që përmohë në bashkim tonë, nga qitë ato së këfaqet në pozitive. Shërbimi zjarëfix, to që ka qenë delegacinë e tuur, por unë të kishë për të e të zëgjeri edhe të atia, sepse aty ju rëziku jeta. A ju stërë një që të presim situacion jetën? Mundë do Gjithë nga fisa, e aplikojnë. Gjithë nga fisa dhe Nëse nuk keni pyetje tjera, ta kalojmë në votim një lutem. Ne kemi pikën 4, kërkesa të qytetarëve të tjera. Kryetarish Marcelen që do na relatoj. Kërkesa të qytetarëve janë kërkesa dhe është kulturisë në vend valori, sa do të ndajë se të kurse, në kontekst nacional të kulturës së mesazhit në tonë. Çfarë do të thotë? Pasi vazhdon në shërbimit kimioterapike të rrezë. Pasi më sot do të thonë diagnostikuar. Edhe kërkon ndihmë për Sa raste janë pra dy raste. Është mbledh komisioni këtë? mbledh komisioni, dhe një rast tjetër. Ju lutem lexojmë pak.
plane para shtatësinë e tjetër. Fondi financiar për vjatin e vet, i kam të diagrama. Komisioni dhe propozon Jeri si drejtori i financës, si jemi për fondin? 300? Dy raste. Të nderuar këshilltar, do t'i kalojmë të dy rastet, vetëm 2 raste. 300 janë. 300 janë. Eri e ka në dorë. Jeni dakord t'i kalojmë të 2 rastet që relatoi doktori Shah? Eri, 2 rastet. Kaloj, keni pyetje se po, se do ta ata gjënë të pagerajnë dhe mbyllim ju lutem. Hajrajnë, shpejt. Hajrajnë, unë ta bësh qytje lutem. Erë në fundis, kam pritë si shqecim pjesën e që jam rritë, la shqecim në gjithë. Një që jam rritë, por ka e 2 ditë duke kulle ditë që jam të paruar, shëtë i sa për njëra janë, por një që ta përdojnë. Të gjëmua, në Ta qofë dhe se... ta paguajmë shtrejtë. Rajnë, të shumë drejt, nuk e kemi rendit e parë, e pyta. Në qofë se nuk dalin institucionet me lajmërime, atëre mos u merë se qaton njërës. Dhe dalin institucionalisht, lajmërime që kalojmë rendit. Po, po të tjera.